Bemblushi është nga emrat më të komentuar së fundmi, pas publikimit të librit me titullin Jam Musliman. Gjithsesi, më herët Blushi ka mbajtur poste të rëndësishme në politikë, por më pas vendosi të heqë dorë nga politika dhe të fokusohet në media. Fillimisht, ai ka punuar si drejtori i përgjithshëm në televizionin Top Channel, për të cilën thot me krenari se e çoi televizionin në shikueshmërinë e tij në nivelin më të lartë. Më pas, Blushi e ka braktisur televizionin, duke u fokusuar te shkrimi i librave dhe fotografit. Por sigurisht, Beni ka patur përplasje dhe mosmarrveshje, miqësi dhe armiqësi me figura të shumta të ekranit. Si asnjëherë më parë, ai ka folur për gazetarët që i ka dhënë mundësinë që të shkëlqenin në ekran, por edhe për ato që i ka mbyllur emisionet dhe i ka lënë pa punë. I pyetur se me cilin prej drejtuesve të emisione politike do të zgjidhte për të punuar, ai ka thënë: midis Grida Dumës dhe Blendi Fevziut, më takon të them se do të zgjidhja Fevziun. Me të kam histori të gjatë, 40 vite miqësi, pavarësisht se shikoj gjithmonë më pak. Patjetër, Fevziun do të zgjedh në vend të Gridës, ndërsa për Ylli Rakipin është shprehur se ka patur përplasje. Me Ylli Rakipin u ndava keq, pavarësisht se sot flasim. Por marrëdhënien më të tensionuar ai e ka patur me Alban Dudushin, që i mbylli emisionin që Dudushi drejtonte për 12 vite rresht. Beni tha: me Dudushin nuk jam ndarë mirë, jam mbylla emisionin, sepse, sipas meje, nuk funksiononte më. Dudushi u mërzit dhe nuk më foli më, që nga ajo kohë nuk jemi takuar dhe as që nuk e di se çfarë ai bën me karrierën e tij, sepse nuk e ndjek. Me sa duket, Alban Dudushi nuk e ka falur asnjëherë Benit faktin që i mbylli emisionin pas më shumë se një dekade në transmetim.